pat prej jashtë, po vazhdon ta kem Gjan edhe e kam Esterin, Kesin, me këto vazhdoj të kem miqësi shumë mirë. Veçanti me këto emra që i përmenda, mos kom harruar në një, po Andueli, Roni, Esteri edhe Kjo është Nuri. ekipi. Po, këto janë të pandashëm. S'ka di që nuk komunikojmë, bile Andueli po më shajti sot, me e ki një shajtme, se si ja kom hap telefonin edhe ka plotësisht drejt. Arsytojmë, veshtu që ishe live. Që të kërkoj falje, Anduel, të kom zemër, të kom gjanë, të të marrë me të mirë. Arsytoha, të lutem, Anduel, falja. A u shgënjeve prej dikujt ose prej diçkaje, se kur je branda, kom përshtypjen që... Jo, më shgënjype... Pa diskutojmë që se dinë se çka po ndodh jashtë. Jem shgënjype do personave që i kom njoft prej... I kom njoft edhe kom mendu që janë okej, edhe kur kom dal jashtë, jo jashtë, po pe mrena jom shgënjy, se mrena ti deshe e nxirr karakterin ton, bleron. Kush e di sa do të thyn loj, bëna unë, s'ka be ti pa me nxjerr atë veten ton dhe se ne bon loj, hamamit lojës. Ti pa me nxjerr karakterin, aty rrin një ditë aty duket sa 100 ditë, edhe pa me nxjerr atë veten ton dhe nuk mundesh. Jo, po bëna loj, jo, unë mendoj shakshu, po e kom bo me qëllim, që hitë se bën qëllim, kur rëshasin, kur dalin keq, mundohen ta zbukurojnë a gjë me atë titullin loj, mu që e më acaron. Po vla, acarohen, vla, dal këshun dal pe vete, sa donit ma shifni që dona ty ërë temen, edhe të mirën, edhe të keqen. Ja, hyna ma shifni, edhe unë jëm njëri, edhe unë jëm tek mene, du jem shumë e mirë, po kur e shoh padrejsinë, une se ne duroj. Edhe njerës që, ndoshta në përmjet ekranit, nuk duken çdo gjë, si e ndjejmë ne aty mbrenda. Kështu që jam shgënjy prej shumë njerëzve, nuk du t'ju jap emra, se nuk du t'ju varrismorin. Varrismorin, po për ndryshe prej produksionit, prej televizionit jem shumë e kënaqur, prej gjithë organizatorëve, prej gjithë ekipit, nuk jem shgënjy as një moment, kanë qenë me mu shumë sjellshëm, çdo nevojë, çdo gjë që kam pat, du të them smundja apo diçka, jam shumë e kënaqur. Gjithçka e kanë qenë korrekt. Një trajtim korrekt edhe shumë korrekt kanë qenë, shumë korrekt, kështu që ju faleminderoj për gjithçka që më kanë duru, se më shumë kanë duru aton levic mu të përdit se sa janë. Kur gjo dhe vek s'kemi pana këte janë. Kur gjo ato mrena, kur ju hysh aty. Viki, për herë të dytë një përvoj, po thuaj se njëjtë e kuptimit të një show, reality show edhe të pasurimit të 24 orë tjetës tonë. E treta. E para ka qenë vip shpia, e harova këto. E dyta pa ato ka qenë afat shkurte. Kjo ishte qëllimi im, tregoj drejten ma shumë mundesha ta sfidoj veten time. Normal që gjithë kemi dëshirë të fitojmë, po e di matë etikën e televizionit, ata si shkojmë punë në gjerat. S'ka lidhje, nuk më kam bet hatri fare, kur më thujnë atë kam bet hatri, as kam bet... Jo, as pak si më i dhru, për kundra si kom shumë respekt në televizionit, shash ndodhin ato gjarat. Se po aludon që ka qenë i marrëveshje me... Oho. Okej. Ate kom të ndisë herë, jo, unë pa aludoj, ate me ndonë gjdo kush, gjdo e din se si ka qenë, po ndash se unë e di a gjë, më rritë në televizione, e di si shkone e punë, thëmë, nuk më kam bet as një hatër ndaj as një personit, ndaj produksionit, ndaj televizionit, ndaj as kujt. Qa kështë të thonë? Po e treta vërteta që këtë është me si do vetën deri në u marrë me folë shumë edhe pehare. E para ka qenë, edhe jo ka qenë shkurt, ka qenë 20 e diçka as një muj. Kjo ishte qëllimi im, se krejt kur ju thysha të futen ferma, po që au kërë djavës ki me dalë. Nuk kërë në gjatë. Pa, jo, kërë... Thash, kom e hy edhe kom e dal e fundit, keni me pa. Edhe mbajta i natin, edhe pse kom pat shumë kriza, shumë momente që me të vërtet së ne duroja, po e sfidova veten edhe ndejta deri në fund, dola prej fillim edhe dola e fundit. Ama edhe emocione shumë të bukra. Një prej momenteve ma të bukra besoj edhe për ty, që ndoshta nuk e di a ke pasku me po kur ke dal jashtë, ka qenë surpriza e nënës. Po, ajo ka qenë e kam Ka qenë një prej momenteve që ka përlot të gjithë, emocionet bukra, një dashnije